Një djalë i ri me plot ambicie për muzikën, çka të pëlqeu më shumë ti në këtë treg? Sa i përket muzikës, ajo që më ka pëlqyer më shumë ti është konë dinamika që kjo fushë ka, se jam një tip që më pëlqejnë tepër shumë senet e gjalla, tepër shumë aktivitete edhe muzika besoj që është e duhura për qëtë sen, se i ka tëna qëto. Si u mirë prite nga kolegët e tu këngëtarë? Deri që tash, mirë, neutral, do më thonë s'kam koment, as mirë, as... Kënga prek si u prit nga audienca dhe a ka kjo të bëj diçka me këngën e Ledri Vulës të para një viti, pikrisht me të njëjtin titull? Që e keni pa, suksesi i kongës është të fol vetë. Sa i përket kongës Ledrit, nuk ka të bëj kur gjo me të, thjesht është konë një rastësi si pas titullit, cilat titullohen të dyjat njajt prek, po s'ka absolut kur gjo heq të bëj me kongën e Ledrit. Atëhera do të doje një bashkëpunim me Ledri Vulën? Po, normal, pse jo. Na trego pak për fillimit e tua të karrierës edhe kush ishte lëndrimi para se të bëhej këngëtar? Lëndrimi para se të bëhej këngëtar, si krejt, një djalë i thjesht, tu shku në shkollë, hajde për i shkollës, fakultet, ta na ja nisa më marrë me muzikë ma profesionalisht, edhe që. Pas shpërthimit të paparashikueshme të këngës Prek, natyrisht që verën 2024 do ta kesh mjaft të ngjeshur. Si do t'jetë kjo verë për ty? Kjo verë për mua ka me konë shumë aktive, do më thonë në korrik, veç kena me lansu diçka të re, diçka shumë verore, shumë ritmike, po ka me pas edhe projekte tjera, jo veç kjo. Projekti do t'jetë vetëm apo duo? Vetëm. Kusht nga familja të mbështetje më shumë ti drejt ti rrugtimi? Po qërët, për familja është mbështetja kryesore që besoj se cili artist e kam fillimet e veta, kështu që përveç familjes tem të ngushtë, dhe me thonë, babit, mamit, support të tepër i madh jon konë edhe tezet e mia, cilat po du mi cek kështu ekstra, se për një me më kanë supportu në secilën mënyrë të mundshme, edhe i falimderoj jashtë mase. Kush prej stradës po t'inspiron për muzikën që po e bën, edhe për kon prej tyne e kishe thy televizorin është se kishe një të je bën muzikën e ti? Kush po m'inspiron? Qoftë artist vendor apo ndërkombëtar? Po ndërkombëtar unë veç e kom cek që inspirim më të madhin e kam Dua Lipën, nuk e di pse e gjej veten tepër shumë te muzika dhe zhandri i saj, po këtu nuk është që e kam dikën apo den që inspirona prej tyne ose të mirë jam, po thjesht nuk i shoh si inspirim. A je pishman për diçka deri më tani? Jo, absolut kur gjë hiç. A mundesh me na tregu kënde ke kërku për herë të fundit në Instagram? Me këshyrë që thash? Po. Po bre, këshyrim? Oh my God. Nëse bëm para kamera. Po që... Kush është? Tajna. Tajna, okej. Që ke në koncertin e fundit, më dole ndo video në TikTok edhe ina me këshyrë. Me që jemi të Tajna, mbase përmende çfarë mendimi ke për këngëtarën? Tepër artiste e fort, më pëlqen shumë se është shumë originale, shumë talent. Nuk më pëlqen fort stili i saj, a mos ai për këtë pjesës talentit ja japi dorën. Pra mendon që duhet me u rikthy edhe një herë fuqishëm në skenë? Është rikthy fuqishëm, po mendoj që stili i saj si artiste, qysh ka vendosur ajo me u paraqit, nuk është që më pëlqen shumë. Kë prej estradës e ke fiksim, e kam fjallën për femrat? Dafina. Kujt për tënë me ja qelë telefonin, menaxherit apo producentit? Vallai asnjënit. Kur është fjalla për punë? Ja, ku to fjalla për punë s'pritoj heq, bile unë i thiri ata më shpesh, nështë ata pritojnë mu me ma qelë telefonin. Cila mendon që është ajo receta e suksesit për një këngëtar? Konsistenca. Mos më ndalë, pa marrë parasysh, ashtu të dhezni sen ajo,
thjesht shtyje, nëse e dën një sen, qo dhe në fund se kema arrit. Apo mendon që muzika e ditëve të sotshme ka evolu nga një muzikë e shpirtit në atë komerciale? Po. Është një dukuri shumë e dukshme. Edhe që e kishë ndryshu? Po. Ku e sheh veten pas 5 vitesh? Të performu në Coachella. Kuj do t'i kërkoj e falje? Krejt aty në personave që i kom lëndu në shta pa dashje. Çka mendon kur je pa pasqyrës? Tërbes, qas menoj. Kur jemi tek jeta personale, rrolle pak dim për jetën personale të lëndrimit. A është në ndonjë lidhje lëndrimi, apo si qëndron të kjo pjesë, apo kush është partnerja ideale? Po, tash lëndrimin e kena single për momentin. S'jam të këshyrë heq për atë pjesë, jam fokusu në muzikë, ka kohë për atë sene po mënoj.